Përshëndetje miq, jemi te emisioni Ura, emisioni bashkëdhetarëve dhe sot si gjithmonë kemi dinamike të ndryshme, kemi kërkesa të jashtëzakonshme për të dalë në shesh, për të qenë të lidhur me diasporën, aktivitete të pafundme të diasporës, është mbyllur viti shkollor, promovime librash, aktivitete antiracizmit e të tjera. Para pak minutash donin të lidheshim me Diana Nuredinin nga Italia, nga Padova. Në fakt komunikuam me të dhe i kërkuam që të shtym pak në kohë praninë e saj, pasi duam të japim edhe disa video të arbrezhve, të cilët po na vinë në këto momente. Në këtë lidhje të drejt për drejt, si që kemi premtuar, do të jemi sot me Evaristo Demirej. Vjen nga Gjermania dhe komunikimi i tij me sheshin ton, me rinin, me grupin e protestuesve ka qenë i vazhdueshëm, por ka pasur edhe idetë e tija ose një eksperiencë demokratike nga Gjermania, duke e sjell edhe në komunikimin që ai ka me organizatorët, por njëkohësisht edhe si protestuesit. Përshëndetje Evaristo dhe faleminderit që emisionin Ura. Përshëndetje, mirë mbrëma Artur. Uroj që të kesh pasur javë të intensive dhe të bukur. Unë kam marrë shumë urime për praninë tuaj në ekran dhe për qartësinë e ideve që ke shprehur ose ke afruar bashkëdhetarëve tanë edhe në qytetet ndryshme që protestojnë, por edhe elementet e protestës duhet të jenë më të qartë. Ajo që thoni ju transparenca, duhet të jemi transparent me njëri tjetrin, por edhe atë që kërkojmë ta kemi transparente. Ka zhvillime në kryesinë e protestuesve? Evaristo? Po, ka shumë zhvillime, patjetër ka shumë zhvillime. Mi mbrëma edhe njerë, sot ju flas nga Tirana, siç e dini, sa mbrita në Rinas, ka pa taksinë këtu nga një apartament në Tiranë. Herës tjetër kam dëshirë të jem në studio me ju. Patjetër, do jemi bashkë në studio, sepse do kemi edhe të reja më të mëdha, apo jo? Sigurisht. Patjetër shpresojmë edhe një grup njerëzish për të reja dhe për lajme të mira për gjithë kombin, besoj, të gjithë na ndjekin, shpresoj shumë shpejt të kemi lajme shumë të mira. Dëgjova mbledhjen e një kuvendi kombëtar qytetar. Mu bëj qefi që po formatohet protesta, sigurisht net medias na intereson fakti intensiv që vjen nga protestuesit, nga kryesia e protestuesve, njëkohësisht edhe qartësia e tyre social-politike. Çfarë është ky kuvend? Kuvendi kombëtar ka lindur si ide nga nevoja që Shqipëria në mendjen e shumë atletarëve brenda dhe jashtë Shqipërisë, Shqipëria nuk përfaqësohet sot me një kuvend të denjë ose siç njihet ndryshe Parlamenti i Shqipërisë. Edhe kjo nevojë mund të thuash ka zjerë poshtë në mënyrë non-toksore, ka zjerë njerëzit për një kohë të gjatë nuk ndihen të përfaqësuar, edhe ky kuvendi kombëtar qytetar, siç e ka edhe emrin, tenton ta sjellë dinjitetin, të sjellë mendjet më të ndritura, brenda dhe jashtë Shqipërisë t'i bashkojë, edhe më në fund t'i japi shqiptarëve përfaqësinë të cilën e meritojnë. Tani pyetja është qëllimi kryesor i tij. Ky është qëllimi kryesor, që shqiptarët të përfaqësohen nga njerëzit më të mirë, intelektual, artista, politikan, njerëz me vullnetin e pastër, edhe me qëllimi për të çuar këtë vend përpara. Normalisht çdo njeri që na dëgjon, edhe i cili mund të jetë hasur në mediat sociale me këtë kuvend kombëtar, pyetja e parë është natyrisht ne kemi një kuvend, domethënë si bëhet ky kuvendi kombëtar qytetar. Thash nga ai që ky sistem janë disa pyetje, kush mund të jetë aty, si mund të jetë, çfarë mund të marrë vendime, sa
sa përfaqësi ka e janë shumë paqartësira për publikun e jo për ju. Patjetër, hap pas hapi mund të diskutojmë sot. Po. Nga që ky sistemi që është instaluar në Shqipëri, njerëzve nuk i jep një përfaqësi, zakonisht ne kemi folur herë në fundit, kur popullata është e pakënaqur me qeverinë, me pozitën, shpresat edhe dëshirat i shpreh ndërmjet opozitës. Nga që opozita në mendjen ose në syrin e shumë shqiptarëve nuk është ajo që duhet, ose siç mund ta themi randomt, opozita e shitur, e cila kjo fjalë opozita e shitur bërtitet natë për natë në shesh, shqiptarëve nuk i ka ngelur asnjë mundësi tjetër më për të gjetur hapësirë. Edhe fillesa e këtij kuvendit ka qenë patjetër sheshi, që ka, ma duket, sot është nata e 33, shqiptarët nga, mund të thuash, dëshpërimi se s'kan kujt i drejtojnë, tani u mbushën 5 javë që dalin në shesh. Edhe shqiptarët në shesh mund të kenë qenë më të qartë me kërkesat e tyre se sa janë të mësuar në parlament. Kështu që kjo është interesante për të diskutuar. Pra, ju mendoni se kërkesat që janë hedhur në shesh janë më të qarta dhe prezantojnë më tepër interesin publik se sa ato që diskutojnë në parlament, apo jo? Patjetër, sepse është një teoria e masës së madhe, domethënë, po të bashkosh shumë njerëz të ndryshëm, ti bësh bashkë, të krijosh një masë, inteligjenca e masës që del nga ky bashkim njerëzish, patjetër që e mund çdo eksperti në çdo fushë. Mund t'jap një shembull nëse doni. Kam bërë eksperimente, se unë vi nga background i psikologjisë sociale. Kam bërë eksperimente për shembull me bursa ndërkombëtare. Kanë marrë ekspertët më të mirë të botës edhe kanë ndjekur suksesin e tyre në bursa dhe kanë marrë njerëz që s'kan lidhje fare me bursa, me aksione, po edhe ka dalë që po morë shumë njerëz të krijosh një masë të madhe, masa edhe ndoshta e paditur në syrin e dikujt, masa e madhe, inteligjenca që krijon ajo masë është më e suksesshme se sa një njeri i spikatur në fushën e tij. Edhe masa ka krijuar këtë. Po masa ose turma që vjen në shesh nuk mund të formulojë kërkesa të qarta politike. Ato formulojnë për shembull ato që kemi dëgjuar. Ato shtrojnë kërkesat, pastaj formulime do i bëj kryesia dhe kuvendit. Domethënë, kryefjala është Shqipëria e re. Tani organizatorët, po edhe shumë tryeza të tjera në Tiranë, që kanë 33 net që po mblidhen, kanë rrahur mendjen edhe kanë dalë te ky konkluzion. Domethënë, nga që sistemi është i kapur, edhe në këtë moment, siç është ndërtuar, nuk depërtohet, te krijojmë një strukturë qytetare paralele, e cila përmbush kërkesat e shqiptarëve. Shumë interesant. Në qoftë se duam të dim kush do të jetë pjesëmarrës në këtë kuvend, kush i zgjodhi këto personazhe? Po patjetër, i gjithçka Artur fillon në fillim me vullnetin e lirë. Me vullnetin e lirë, dëshirë për të qenë. Me vullnetin e lirë, me dëshirën jo vetëm për të qenë, dëshirë për të dhënë një kontribut. Edhe në fillim është bërë një thirrje e hapur për intelektual brenda dhe jashtë Shqipërisë, të fushave të ndryshme, dhe ato janë vetë ofruar, edhe është bërë një listë gjigande, mund të them, edhe sepse sistemi politik në Shqipëri do të paraqesi se ato janë më të mirët, ato që shohim ditë për ditë në televizor, janë më të aftët, më të mirët, më inteligjentët, njerëzit janë më të shkathët, ajo nuk është e vërtetë. Thjesht ato kanë mbyllur çdo dyrë, çdo dritare për të hyrë në sistem. Edhe pas filtrimit të parë është bërë, domethënë pasi janë vetë ofruar njerëzit, është bërë një filtrim i parë. Filtrimi është bërë domethënë ndërmjet CV-ve, domethënë çfarë ka kontribuar, e para njëherë çfarë background-i ka, e dyta çfarë ka kontribuar për një kauzë të caktuar në Shqipëri. Dhe ka pasur shumë kauza në dekadat e fundit, dikush i ka marrë përsipër, edhe ai njeri që ka marrë përsipër të bëjë një grup njerëzish për një kauzë të caktuar, ai ka bërë një luftë anti-establishment. Sa do e vogël apo e madhe, ai ka bërë
një luftë anti-sistem. Edhe kështu është bërë filtrimi i parë. Tani shumë shpejt do bëhet edhe filtrimi i dytë, pastaj do ketë edhe pastaj do thirret kuvendi kombëtar qytetar. Edhe ai kuvendi kombëtar qytetar do votojë për një kryesi. Edhe pastaj pas kryesisë edhe për një kryetar, patjetër, për një leadership. Do kemi zhvillime të tilla. Ajo që më intereson të di është kuvend qytetar. Po. Këtu fillon diferencimi. Kemi dhe fshatin, kemi dhe fshatarin, do më thënë, më thuaj pak këtë gjetje të tekstit, të fjalës, të përcaktimit, sepse përjashtoni fshatin e Shqipërisë, vërtet nuk ka ngelur shumë, por janë shumë njerëz prapë. Jo, do më thënë qytetar si njeri që jeton në Shqipëri dhe i cili, secili që ka pasaportën shqiptare dhe ka mundësinë të kontribuojë, është një qytetar i Republikës së Shqipërisë, patjetër. Ne nuk përjashtojmë askënd, ne biles disa prej antarëve të kuvendit kanë mbrojtur kauza në qyteza apo në fshatrat e tyre, patjetër, ato janë pjesë e kësaj. A do të përfaqësojnë grupe në këtë kuvend qytetar nga diaspora dhe si do përzgjidhen ata? Kjo është pyetja që më vjen nga miqtë e diasporës, thotë po mirë, ne çfarë do bëjmë? Patjetër, një përfaqësues, shpresoj një përfaqësues të denj do e keni jeni ju në të ardhmen. Ju jeni një pjesëtar i kuvendit që do merrni pjesë në kuvend. Tani si jam ende i votuar, nuk jam ende i legitimuar. Ke shprehur dëshirë. Unë jam një kandidat, patjetër. Po. Tani ideja është çfarë të bëjnë të tjerë që të jenë pjesë? Tani kjo është një mbledhje e parë e kuvendit. Edhe ne, siç u thash herë në fundit, nëse ne dua ta rrëzojmë këtë sistem, ne nuk mund të sillemi si ai sistem. Çfarë do të thotë? Nëse ky sistem i ka mbyllur të gjitha dyert, të gjitha mundësitë për kontribut, ne do jemi patjetër të hapur, po patjetër do ketë një kuvend të parë ku do mblidhemi, ku do diskutojmë vjushmëri. Do kemi zhvillime. Patjetër edhe shikuesit tuaj janë të ftuar. Nuk e di se si mund ta bëjmë, mund të kontaktojnë juve ose mund të kontaktojnë mua direkt, nëse kanë dëshirë, patjetër. Ideja është e përzgjedhjes, e vetë kandidimit, ofrohet, do të kuptosh një partit politike, kanë shumë eksperiencë në diasporë, kanë eksperiencë, kanë ndërtuar bërthamat politike atje, kanë përfaqësitë e tyre, organizimet e tyre, pra ata janë disa hapa para jush, para këtij grupimi, sepse kanë një jetë që punojnë për këtë. Atje kanë edhe patronazhist, edhe aktivist, nëse ata duan të jenë pjesë edhe këtij kuvendit, si bëhet seleksioni? Do më thënë këto forcat negative, nëse duan të hyjnë në kuvend. Mund të jenë negative, po mund të jenë të dyanshme. Siç thash, do më thënë do ketë një filtrim. I pari ishte nga CV-ja, do më thënë çfarë ka kontribuar ky person. Patjetër që janë vetë deklarime në fillim, por ne kemi një bërtham njerëzish, të cilët janë aktiv në Shqipëri për të paktën një dekadë. Edhe Shqipëria nuk është aq e vogël, Artur, edhe njerëzit që janë aktiv nuk janë dhe aq shumë, kështu që dihen, edhe kështu që ne kemi disa filtra patjetër për ta evituar këtë. Fatkeqësisht në shumë debate që kanë bërë me njerëz dashamirës, kjo ka qenë njëra nga pyetjet e para, si do evitoni që edhe ju të kapeni. Se ne kemi eksperjenca, prandaj edhe bëjmë këtë pyetje. Ne kemi eksperjenca që partitë e vogla kanë qenë shumë të pastra dhe u zvogluan shumë lehtë vetë, duke pranuar të tjerët, invazionin e të tjerë, dhe më që edhe misioni tyre u bëj parëndësishëm, se u bë pis. Patjetër, po siç thash, domethënë nga ky kuvend i madh,
të dalë një kuvend më i vogël pas filtrimit dhe ky kuvend do votoj për kryesinë e vet. Edhe nëse flasim për kryesinë, unë doja ta vazhdoj atë diskutim që kishim herën në fundit. Kjo kryesia patjetër, këtë kam hedhur unë si propozim në shesh para njerëzve që po mblidhen për natë, të dalin me emër, mbi emër, figurë, edhe patjetër të frimosin një kontratë para njerëzve që ato do përfaqësojnë njerëzit, edhe do jenë figura publike. Edhe tani ne e dim, nëse ka aty faktor negativ, patjetër që do dali, nuk ka mundësi në publik, në shesh, në dritën e diellit, mos të dali diçka negative, po nuk e besoj. Nëse nuk del, do të thënë është një gjë e sofistikuar që ndoshta edhe rrjeta e parë dhe e dytë ndoshta nuk e kap atë. Të interesuar jemi jo vetëm në pranin, por edhe në dimensionin që do marri kuvendi. Do zgjedh kryesinë, më thatë. Kjo kryesi do ketë përfaqësim politik, social, vlerë ekonomike, do të thënë analizë ekonomike dhe përfaqësi ekonomike karshi shtetit, apo do ketë një strukturë të tërën për të përfaqësuar? Tani që ta kuptojmë drejt, ky kuvendi kombëtar qytetar ka një detyrë madhore, ta çajë këtë sistem. Do të thënë, nëse kuvendi kombëtar qytetar e zëm do merret me detaje ligjesh apo urdhrash apo vendimesh, ka një qëllim edhe vetëm një qëllim. Ta çajë këtë sistem, ta çojë këtë vend në zgjedhje të parakohshme, nëse sistemi me presionin e masës në shesh, edhe me presionin Artur. Me shumë njerëz kam diskutuar dhe shumë njerëz aktualisht tregojnë një lloj frustracioni sepse nuk po ecin gjërat përpara. Edhe shumë kërkojnë një përshkallëzim. Edhe Artur, ne kemi folur dhe bashk, i vetmi përshkallëzim që ky sistem që ky sistem e ndjen dhe i dhëm është vetëm përshkallëzimi intelektual. Përshkallëzimi intelektual është integrimi tyre brenda këtyre strukturave që ndoshta do krijohen nga konventet. Patjetër. Edhe pasaj kuvendi shqiptarëve do e nxjerrë këtë, pas hyrën përballë. Ja Parlamenti i Shqipërisë dhe ja kuvendi me njerëzit më të përgatitur të këtij vendit, të pastër, të filtruar, edhe pasaj shqiptarët do të bëjmë vetë krahasimin, edhe nëse kjo nuk mjafton për ta tronditur këtë sistem, pasaj kuvendi do shkojë për ta çuar këtë vend me këto njerëz që përbëjnë kuvendin ta çojë këtë vend në zgjedhje të parakohshme. Por unë ju garantoj edhe një gjë. Po, patjetër. Kur ta shohin shqiptarët që këto gënjeshtrat, që ky parlament, këto janë, më të mirë s'ka ky kom, s'kemi ku t'i gjejmë, prandaj mbyllën një gojën edhe du t'jeni shumë të lumtur që keni këto në parlament, kur të shofi komi shqiptar që kjo është një gënjeshtër e madhe, që ka njerëz shumë të pastër, shumë të përgatitur. Evaristo. Pastaj shqiptarët do kuptojnë vetë. Do kuptojnë. Shqiptarët janë më të zgjuar se të gjithë. Sepse kanë mbijetuar nga varfëria. Ne nuk jemi diktaturë ekonomike. Këtu në New York, ka diktaturë ekonomike. Ligji është aq i ashpër për financën sa që të bën të ndërgjegjshëm. Duhet ky popull e di se ç'po ndodh me Shqipërinë, me ekonominë edhe me këto elemente dhe të gjitha këto duhen sqaruar dhe duhet të sjell ideja që nga pikpamja e zbatimit të ligjit do jemi model. Në qoftë se edhe pala tjetër është tolerante, ose do japi element tolerance me zbatimin e ligjit dhe të ekonomisë, në shans që ka të marrësh vot nga shqiptarët. Shqiptarët gënjehen
po e vazhdojnë gënjeshtrën ose vetë gënjeshtrën me qartësinë asaj. Nuk kishte kush i zëvendësoste, thoshte, dhe nuk kam ku t'ia çoj t'ia botën. Mos kujto se ata janë për këtë lloj diktature politike ose këtë lloj mosqasje të qartë politike. Kjo pjesë është e qartë e shqiptarët. Kthehemi si do i bëni për vete? Si që thatë ju, do më thënë, ky sistem unë përshkroj në këtë mënyrë. Shqiptarët kanë mundësinë sot të zgjedhin mes kancerit dhe kolerës. Edhe kolera thot, shiko, s'më ke shumë qef mua, po të jap edhe 50.000 lekë. Edhe njerëzit thonë, ok, dakor, nuk po votoj kancerin, po votoj kolerën, po marrë dhe 50.000 lekë, edhe po shpresoj se mos shpëtoj nga kjo sëmundje. Tani shqiptarët, siç thatë ju, kanë kuptuar që edhe ky kuvendi, siç thash, vetëm kur të dalin figurët, edhe figura kur të dalin në media, të flasin, të artikulohen, shqiptarët do kuptojnë vetë, nuk ka nevojë për shumë, s'do ketë më nevojë për shumë, do më thënë joshje apo mbushje mend, ju garantoj. Shumë interesant, dhe optimizmi juaj është interesant, por gjithmonë dëshira jonë është të shkojmë në një forcë social-politike në dobit publikut. Pra, të heqim këto klientelizmat, të heqim këtë opozit, si që thonë ju, të shqitur ose të pavlerë, ai tjetri që është në pushtet nuk e konsideron në ekzistencën e opozitës. Nuk e konsideron, nuk ka nevojë. Pse? Sepse është ajo inekzistente. Që ju t'jeni një oponencë, se me qenë se nuk jeni opozit politike, një oponencë, a do i shkoni pensionistit edhe t'i shpjegoni që ai do marrë para më shumë, dhe si do i marrë këto para? Do i ketë shtesë pensioni, apo do bëj si ministrja që shkoj kësa radhe, filloj të gënjente sërish me të njëjtat gënjeshtra pensionistët. E kupton ku jemi në luftë sociale, jo politike. Po, thelbi i këtij sistemi ekonomik, politik, mafios në Shqipëri është i tillë. Do më thënë, çdo kollonë është ndërtuar sot për ta zhvatur taksapaguesin, për ta zhvatur shqiptarin, edhe ato lek për t'i çuar tek ca njerëz të përzgjedhur që rëndom të quhen oligark, po siç kemi folur dhe personalisht, ato thjesht kanë çelësin e shtëpisë kashtës, ato nuk janë njerëz real. Domethënë, gjithë sistemi këtu është ndërtuar për të thithur gjakun, mundin, djersën e shqiptarëve. Edhe sistemi, edhe ky kuvendi kombëtar qytetar do godasi këto kollona. Domethënë, ne kërkojmë një Shqipëri të re, edhe Shqipëria të ndërtohet në kollona të shëndoshta. Edhe si bëhet me checks and balances. Ne nuk kemi nevojë të shpikim në një gjë të re. Unë për shembull jetoj për veten në Zvicër, është vendi më demokratik në vend, përveç se ka ato checks and balances që i ka dhe Amerika. Ka referendumin, domethënë populli pyetet për gjërat nga më të vogla, domethënë si do merren plerat po shtëpisë, deri nga më të mëdhaja, domethënë i detyrohet qeverisë e Unionit Zvicrës të bëjë siç do ai. Domethënë, nëse thjesht godasim kollonat e këtij sistemi ekonomik mafios dhe ndërtojmë një shtet të shëndosh, unë besoj nuk ka nevojë, siç thash, nuk ka nevojë për shumë joshje apo mbushje mendje. Njerëzit e kuptojnë cila është e keqja e do shohin të mirën. Atëre, e di ku ndodhet opozita tani? Njerëzit e din kush është e keqja. Janë këta që janë. Kush është më e mira nuk din, sepse nuk po i ofrohet. Pra, kemi individ që flasin politikisht vetëm për denoncuar, kemi vetëm denoncime. Drejtësia është zero. Më thanë që para 2-3 ditësh doli dhe një nga të më të akuzuarit, doli nga burgu, për këtë arsye të për arsye tjera. Pra, besim të drejtësia jo, të financa jo, të shëndeti jo, të kadastra jo, të bashkit, të plerat, të këto nuk kemi. E kupton sa mbushamendje nuk ka nevojë
vetëm besimi Po. që do përfitoni. Si Patjetër, mund ta marri? patjetër. Besimi... Insistoj ne këtu, folëm në më fal që emision. insistoj këtu, po. Patjetër. Patjetër. Herë në fundit unë ju tregova sipas mendimit tim se si merret besimi. E para thash, njerëzit që do dalin nga ky kuvend duhet të jenë patjetër të pastër. Edhe jo pak të pastër ose pak më të pastër si opozita sot. Pak më e pastër se sa i ziu në qeveri. Duhet të jenë të pastër, të kulluar. Edhe unë fola për filtrat. Edhe filtri i fundit duhet filtri publik, në shesh, në dritë të diellit. E dyta, duhet jenë të guximshëm. Edhe jo guximshëm, nëse mund ta them, si këto ditë të fundit të përleshen me policinë, të bëjnë akte dhune, nuk është ky guxim. Guximi është të bësh atë të drejtën, ajo që duhet, edhe ajo që duhet është ajo që godet realisht këtë sistem. Edhe e treta, duhet të kenë një farë dije në fushën të jenë eksperta në një fushë të caktuar, edhe ne kemi shumë eksperta. Unë ma duket kam lexuar një shifër që ne kemi në botë mbi 300 profesora në universitetet më të mëdha, më të njohura, më prestigjioze në botë. Domethënë, pastërtia është e para, guximi dhe dija. Edhe ne tentojmë këto faktoret t'i bashkojmë. Dikush mund të thotë ti djali dashur, je çik naiv ose ke ëndra. Kjo nuk është një ëndër. Kjo është ajo që duhet bërë. A duhet bëjmë dot? Unë e një grupim jo i vogël i gjerë, për këtë po punojmë, për këtë po luftojmë. Politika ju sulmon me të pavërteta. Nuk ka turp. Ju mundoheni edhe ose keni faktet në përduar dhe me ato argumenta prapë për shqiptarët e kanë mbushur sheshin, por nuk janë moment për ta përmbysur sistemin. Çfarë solucioni tjetër duhet? E pavërteta është tek pushteti. Po, tani unë i kam vënë re se njoh organizatorët ose njerëzit që po mbajnë këto protestet në këmbë, unë i kam vënë re që më të spikaturit, më aktivët, më të qartët në idetë e tyre që ato goditen. Kështu që se goditesh nga ky dhum i madh, edhe njerëzit e dinë se të njohin se kaq është Shqipëria, edhe të njohin edhe dinë që ti je kundërta, ajo nuk është një goditje, ajo është një reklam për ato që goditen. Qartë, ato janë përzgjedhja më e mirë në midis atij grupi për të goditur që të përfitojë terreni. Politika është e vjetër në këto sulme. Ajo që na intereson, po? Do të them edhe diçka tjetër për goditjet. Përveç aktivistëve që goditen nga ajo që janë më të mirë ose më të spikaturit, Edi Rama dhe deputetët e tij kohë të fundit duan që imponojnë publikut njerëz që nuk kanë lidhje me protestën ose me organizatorët e protestës. Edhe duan t'i shfaqin ato njerëz si këto janë. Si për shembull, mund të flasim me emra. Po. Dritan Goxhaj, ai kur i lexoi ato 5 pika, para atyre 5 pikave tha: unë nuk jam pjesë e organizimit, unë thjesht jam një njeri që do i lexoj këtë për publikun. Domethënë Dritan Goxhaj tentohet të bëhet fytyra e protestës, është e pavërtet. Sot pash, rastësisht ato nuk kanë lidhje, Altin Goxhën, i cili u kap nga policia, ai ishte 1 kilometër larg nga protesta, u kap nga policia, u kap nga kamerat e mediave dhe një i dytë. Edhe ai nuk ka asnjë lidhje, asnjë vendimarrje në organizatën e protestave. Plus, edhe Gentian Progni u kap sot edhe para kamerave, siç thash, u prezantua si njeri kyç në këtë protest. Edhe Gentian Progni, masë mund të sjellë suport protestës nga ana teknike, nga ana IT-s, teknologjisë, ai nuk është një vendimarrës dhe nuk është koka e protestës. Këto 3 figura që u paraqiten sot publikut se këto janë, ja shiko, nuk kanë lidhje fare me vendimarrjen e protestës. Kjo është shumë e rëndësishme, këtë duhet ta thosh. Në qoftë se fillojmë e prezantojmë
këtë kuvend. Do mi bësh pak krahasimin me beslidhjen e Tiranës që ju propozuat kuvend për kuvendësh. Po një kuvend me beslidhje, i cili ka një lloj tradite, edhe kuvendi ka traditën e vet, por do ketë një lloj moderimi tjetër, apo jo? Patjetër, si lidhet kuvendi me beslidhjen, me idenë që unë kam paraqitur. Kuvendi do bëj përzgjedhjen e atyre njerëzve, e kryesisë dhe kryetarit të kuvendit, edhe kryesia dhe kryetari do lidhin besën para njerëzve. Sepse Artur dikur, për shembull të lidhja e Prizrenit ose beslidhja e Lezhës, dihesh kush përfaqësonte një krahin, sepse ishte princ për beslidhjen e Lezhës, ose ishte njëri spikatur, dikush një bajraktar, një bej, dikush që përfaqësonte me dinjitet krahinën e vet. Këtë sot nuk e kemi më në dorë. Domethënë shqiptarët janë shpërndar në gjithë botën, ju e dini më mirë sa unë edhe sa çdo njeri tjetër, kështu që ne zgjodhëm këtë kuvendin si mjetin për t'i ftuar këto njerëz që janë shpërndar, për t'i ftuar, për t'i bashkuar, edhe ato pasaj krijojnë legitimitetin te kryesia dhe te kryetari, i cili do i përfaqësojë. Ky është, domethënë, beslidhja është gjallë, lidhja e Prizrenit dhe lidhja e Tiranës si ide janë gjallë, por ne po përdorim këtë mjetin e kuvendit, siç thash, dikur e dinim se kush ishin ato burra, ato gra, tani do të përdorim këtë mjetin për t'i sjellë prapë në Shqipëri, për t'i bërë bashkë edhe për të bërë një vendimarrje të denjë. Këto ditë kam pasur kontakte me shumë njerëz, kam ndjekur biles bashkëpunëtori jon Adem Belliu ka qenë në protest, ka ardhur në Tiranë, po xhiron protestat kureshtar dhe i entuziazmuar për cilëtetin edhe fjalën e ris. Ka shumë intervista të cilat sot nuk i japim dot, por janë intervista dhe si thon një dimension komplet i ri. Po këtë dimension e ka parë këtu në New York, e ka parë në shumë shtete të tjera të Amerikës, po kështu i thash, unë në Kanada, po kështu jemi edhe në shumë kryeqytetet e Europës. Meqense Ademi e ka bërë këto, si thon, një lloj analize, unë po bëj një kërkesë, a keni arritur të ofroni, pra të qartësoni, sepse për profesoratin tham, janë 300, thua, unë po them një shifër më të madhe, se janë shumë në Australi që as janë regjistruar kërkun, sepse kanë humbur në atë vorbullën e jetesës atje. Po shumë edhe Francë edhe në Amerikë të tjerë. Tani kthehemi, a do gjejmë solucion për diasporën? Sepse kuvendi do jetë të jenë bindur edhe këta që ishin e deshin diasporën, por atje ku është. Edhe ta binë votën për atje. Mos do bien viktim e distancës prapë në diasporës? Jo, unë këtë nuk e besoj, parimisht nuk e besoj, sepse nëse Shqipëria është mirë dhe përfaqësohet nga njerëz me dinjitet, edhe ai në Australi do ndjejë një krenari për përfaqësimin që ky kuvend i ri do sjellë. E para, kjo është parimisht. E dyta, siç thash, diaspora ka përfaqësi. Me diasporën, siç thatë ju, kohë të fundit është luajtur një lojë për mendimin tim, jo e pastë. Çfarë është loja? E para njerë ju duam thjesht për votë. E dyta është hedhur në treg një ide që diaspora do ketë një numër deputetësh të caktuar në parlament. Atë desha të them. Mbëshoj pak kësaj dhe do i lutesh atyre djemve diasporës t'i vënë hapësirën e duhur diasporës atë që i meriton, ndoshta, por të jetë ekzistencë në atë kuvend dhe gradualisht edhe në vendimarrje, sepse është dimension që do të nderoj Shqipërinë. Patjetër, unë mund ju jap një shifër, 4.5 milion njerëz kanë shtetësinë e Shqipërisë. Gjysma, edhe sa po vjen më shumë masë ka kaluar gjysmën, nuk jeton në territorin e Republikës së Shqipërisë.
Kështu që këto propozimet nga Edi Rama ose nga opozita që t'i japim atyre 5 deputet të caktuar, kjo është një tallje e madhe. Ne nuk kemi shifra. Thash, ne jemi bazuar te vetë ofrimi në këtë moment. Kush është vetë ofruar, edhe thash për shumë i madh, mbi 500 persona, dhe unë nuk mund t'ju them juve sot nga 500, a janë 150, a janë 300, apo sa janë nga diaspora. Po do kenë patjetër përfaqësinë, siç e kërkojnë. Nëse dikush nuk e kërkon, nuk vjen këtu, nuk angazhohet, nuk mund ta marrim, si më të them, me zor. Po njerëz, kam disa komente në Facebook tani dhe nuk e dëgjova nëse tha zotëria në fillim, por nëse flisni për kuvendin aktual, një zonjë kuvendi e të tjerë. Ka disa përshëndetje për emisionin, thot Nuel Lazari dhe të ftuarit, shumë dakord për faktin që sistemi duhet rrëzuar e të tjera. Pra, kanë shkruajnë në Facebookun e emisionit tura dhe në Facebookun ton për të qenë më të qartë. E di çfarë kam konstatuar, Evaristo, që më shqetëson pak. Partitë politike, partia mbështet, duke çfrytzuar edhe ato, si thon, simpatizantët e vet, do t'i kalojnë në konflikt këto atë protestuesit e diasporës me militantët e vet, dhe nëse edhe me ata që kanë ide të qarta. Më thuaj pak, a do merret një mas nga ky kuvend për të sqaruar diasporën? Njerëzit janë divers, kanë ndryshimin edhe në ide, edhe në atje, por nëse ne kalojmë në grindje midis diasporës, në konflikt edhe për këto ide, do kthehemi shumë mbrapa, do kthehemi në 90-ën. Politika e doktor. Po, unë base nuk kam qenë shumë i qartë në atë drejtim. Siç thash, kuvendi do ketë vetëm një qëllim: rrezimin e sistemit edhe t'i bjerë atyre kolonave që e mbajnë sistemin. E para. E dyta, ne ftojmë të gjithë. Në filtrimin ton nuk ka një pyetje çfarë ideologjie i përket, apo çfarë partie i përket. Domethënë, ftohen të gjithë. Pak rëndësi ka në diasporë, a mund të jenë të majt, apo të djathtë, apo socialist, apo marksist, apo ultra konservator. Ne nuk bëjmë filtrimin sipas ideologjisë. Pse? Sepse në këtë moment nuk është koha, siç e thash në fundit, për një parti të re, e cila ka një ideologji të caktuar. Ky moment është për t'i bërë bashkë të gjithë që kanë vullnetin për të rrëzuar këtë sistem. Nëse fillojmë të ndajemi, siç thatë ju, në fe, në krajina, sidomos në ideologji, kjo është shumë e dëmshme. Nuk është ky momenti për të ndarë në ideologji. Tjetra, ju e dini që është java 5 që unë po luftoj në këtë drejtim të beslidhjes, edhe siç thash, kuvendi është për mendimin tim mjeti për ta sjellë beslidhjen. Unë kam luftuar 5 javë dhe ma besoni, durimi im nuk po them ka arritur maksimumin, po nuk kam më shumë durim. Edhe jam shumë i lumtur që ky kuvend të bëhet. Unë e kuptoj frustrimin e njerëzve që nuk janë në brendësi si unë. Po ju garantoj, pasi të shikoni që do ketë qartësi, edhe pasi të publikohet këto që thash unë në publik në mënyrë masive, unë jam i sigurt që shqiptarët e diasporës apo edhe njerëzit të tjerë në shesh do ndjeni qetësi të brendshme, do keni qartësi, edhe njeriu që është i qetë nuk i bie pre kollaj provokimeve, se e kupton shumë mirë nga vinë edhe çfarë duan të arrijnë. Domethënë, ne e dim shumë mirë, është urgjente që të sjellim qartësi, edhe të sjellim një drejtim që njerëzit të jenë shumë të qartë, edhe të jenë të qetë, edhe mos do i pranoni ata që nuk e pranojnë këtë ide, apo të lexoj e të Leva Rapa shkruan një utopi kuvend qytetar. Pra, kjo është një njeri që ka mendim të ndryshëm. Shqipëria e ka një kuvend, ai është i legjitimuar. Përse zotëria e quan forcë negative
për krah atë dheut, e përse i quan patronazhist. E tjera. Elena thot kush shku vendi dhe kush na garanton që Elena që ju jeni më të mirë se këta hajdutët. Pra, Elena dhe Elena tjetër janë të ftuar, mase kanë hapur emisionin në mes, janë të ftuar ta rishikojnë emisionin, edhe unë besoj kam qenë shumë i qartë. Qartë. Jo, i lexova këto për të thënë që do kemi vendime kondra, do kemi ndryshime. Prandaj këto diverse që janë duhen justifikuar. Meqense jemi edhe nga fundi i bisedës, unë do desha, meqense do jemi edhe të tjera bashkë, do desha të japësh një mesazh diasporës. Çfarë do bëjnë pas këtij emisioni? Çfarë të marrin analizë, ta rishojnë emisionin së bashku dhe të marrin një vendim të përqafimit të ideve tuaja, apo të jenë akoma më analitik? Unë ftoj diasporën që këto argumentat që thash në këtë emision dhe në emisionin tjetër, t'i marrin si argumenta dhe unë besoj argumentat nëse janë parimore, janë bindse. E dyta, ne jemi mësuar që ja kemi dhënë besimin dikujt edhe na ka tradhtuar. Do të thonë, e para, të rim në parime, të besojmë parimeve, dhe e dyta, të kemi pak durim. Siç thash, shumë shpejt këto që them unë të dalin në publik, edhe shumë njerëz që kanë dyshime do jenë më të qartë. Qartë, është një thirrje, si thon dashamirëse, thjesht bindur, ato kanë infrastrukturë politike dhe tashmë si njëra parti, edhe tjetra parti, edhe partitë e tjera, kanë porositur pjesën e vetë diasporës, të jenë të kujdesshëm, të sulmojnë sa do që dalësh në ekran, sa po dalësh në ekran, ato janë me emër, cilët dihet, të cilët do të kritikojnë ose do të thonë një të vërtetë të tyre, edhe të tjera, edhe kërcënime nga më të ndryshmet. Janë përgatitur, besoj, gjithë ata që do jenë pjesë e kuvendit dhe ndoshta që do marrin një hap, se nuk e imagjinojnë dot që edhe mund të ketë një parti tjetër të majt apo të djathtë. Nuk e imagjinojnë dot që kemi vetëm partia tyre ekzistente. Një përshëndetje për diasporën atëre, Evaristo. Përshëndetje diaspora, kini besim, kini shpresë. Shqipëria, unë jam shumë i sigurt, do shkojnë në një fazë tjetër. Çfarë keni mundësi të vetë ofrojni nëse keni një kontakt, ose siç thash, mund të kontaktoni Arturin ose mua në Facebook, Evaristo Demira, mund të më kontaktoni, dhe çfarë keni mundësi nga larg me shpërndarje mesazhesh pozitive, me like, me komente, me hapje tryezave në diasporë për ta mbështetur këtë kuvendin qytetar, çfarë keni mundësi si nga larg, po edhe aktive, nëse doni të aktivizoheni, jeni më së të mirëpritur edhe ju ftojmë. Të falenderoj që ishim bashkë, Evaristo, do të jemi sërish, duam informacionet nga kryesia, nga kuvendi, nga bashkëpunëtorët tuaj, dhe dua që të përfaqësohet diaspora. Politikisht ka qenë gjithmonë e frustruar, ka qenë e politizuar në segmentet caktuara, por nuk është përfaqësuar kurrë. Dhe njerëzit, militantët e partive, majtas dhe djathtas, janë njerëzit që kanë përfituar zero. Pra, zero nga politika në diasporë. Këtë kanë përfituar. Dhe ata duhet jenë të qartë për grupimin tuaj, qofse do jetë politik, majtas apo djathtas, ju e dini, dhe ato çfarë do kërkojnë. Dhe diaspora është aq e madhe, aq e fuqishme, aq dinjitoze, sa të përjashtoj çdo gjë që vjen dhe çdo gjë që ka qenë, për të qenë ajo që është tashmë në botë shumë e respektuar. Evaristo, të falenderoj, respekt për ju. Faleminderit.